Nxehet lufta elektorale ja rezultatet e sondazhit në 12 qarqet e vendit, surpriza në Tiranë dhe Shkodër. Gazetari Gjergj Stefa, i cili drejton kompaninë e sondazheve Sonketa, publikoi rezultatet e sondazhit të fundit se kush fiton zgjedhjet e 11 majit. Në Vlorë PS ka siguruar 8 mandate dhe PD 3 mandate, ndërkohë që po luftojnë për mandatin e 12. Në Shkodër ka surprizë. PS ka 4 mandate, PSD 2 mandate. PD ka 4 mandate të sigurta dhe po lufton për mandatin e 5, ndërsa koalicioni Euroatlantik po lufton për 1 mandat. Në Kukës PD ka siguruar 2 mandate dhe PS po lufton me PSD për 1 mandat. Në Dibër nuk ndryshon asgjë ku rezultati është 3 mandate për PD dhe 2 për PS. Në Lezhë PD fiton 4 mandate dhe PS 3. Në Berat PS fiton mandatin e 5 si kontribut i partive të vogla, ndërkohë që PD ka 2 mandate. Në Gjirokastër PS fiton 3 mandate dhe 1 mandat PD. Në Fier PS merr 9 mandate. PD ka siguruar 5 mandate dhe ka duel me Partinë Djathtas për zhvillim për 1 mandat. Në Tiranë, PS merr 17 deri në 18 mandate, PD arrin 13 deri në 14 mandate, PSD ka 1 mandat. Nisma Shqipëria bëhet 1 deri në 2 mandate. Koalicioni Euroatlantik 1 deri në 2 mandate, Lëvizja Bashk 1 mandat, Partia Mundësia 1 mandat, në Korçë PS merr 6 mandate dhe PD 4, në Durrës PS merr 8 mandate dhe PD 6 mandate, në Elbasan PS merr 8 mandate dhe PD 6 mandate. Totali i mandateve: PS 73 deri në 77 mandate, PD 53 deri në 57 mandate, PSD 3 deri në 4 mandate. Koalicioni Euroatlantik 1 deri në 3 mandate, Nisma Shqipëria bëhet 1 deri në 2 mandate, Lëvizja Bashk 1 mandat, Partia Mundësia 1 mandat, Djathtas për zhvillim 0 deri në 1 mandat. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.